jemi veshur me pijama ndryshe nga një sezon i tërë, 2 sezone që jemi munduar të vishemi kështu si të ngrefura. Po why? Pse? Se s'ban më ujë pilafi. Këtu na gar. 26, 27. Herë në vegjete fiku do vim. Vegjete fiku. Megli. Mua më pëlqen kështu me pijama. Shumë komfi, shumë rahat. Edhe mua më pëlqen shumë. Keni ndonjë parashikim si mund të shkoj 2026-ta? Në një ide. Me shpresë të Zotit mirë. 2026 thuhet që është vit transformues, sidomos për gaforret. My Queen gaforret, sepse është një gjë Jupiteri, nuk dua të bëj kështu si kot si eksperte, po është vit transformimesh dhe 6 muajt e parë të 2026-s për gaforret janë shumë fatlume, kështu që mezi po pres. Do fi njëri të lexojmë horoskopin. E disa do bëjmë ne sot? Çfarë do bëjmë ne sot? Jo, prita thot me gjë. Thjesht nuk e kuptoj çfarë po ndodh këto kohë, vlla, është janar, e shoh data 28 dhjetor, shoh veten lul për vit të ri, gëzua vit në ri dhe kështu, nuk e di çfarë po ndodh, zgjohem flet dhe stimulim, matriksi. I kanë shumë shpejt vitet. Unë jam shumë e sigurt që shumë nga gocat që na ndjekin e kanë si rutinë të tyre që çdo fillim viti ose lexojnë hartën astrologjike ose lexojnë tarot. Ne do bëjmë këtë të dytën sot dhe gjeni çfarë? Do bëjmë në studio. Do lexojmë tarot në studio. Absolutisht. Do lexojmë tarot në studio për herë të parë. Me dorën zemër, me zemrën në dorë. Po do lexojmë seriozisht, jo kështu për të kaluar radhën. Kemi gjetur një super çun Ertin, të cilin na e sugjeruan disa goca, është i ri në moshë, po na than, Blerta vë dorën në zjarr, më ka gjetur njërës e kështë gjetur në fakt që edhe do martohej. Do në nxjerrë ai palame. Emocionova. Në këtë vit të ri, do e nisim. Do premtojmë që çdo gjë që do flitet do lihet dhe nuk do hiqet. Jemi në këtë 2026-ën një libër i hapur. Mos harro që te letra tarot ju bëni pyetje dhe ai ju përgjigjet. Dhe përgjigjet, domethënë, çfarë informacionesh ai do japi varet nga pyetjet tona. Ai po do mbyll kemi pak. Tani si do ta bëjmë këtë episod? Do ta bëjmë. Do të marrim letra tarot të këtu në emision. Do ta ftojmë Ertin të ulet këtu, për shembull ta ulim në mes Ertin. Edhe t'ja lexoj të parës apo doni ta bëjmë veç e veç? Si do ta bëjmë? Se, domethënë, dua shumë që të jem këtu prezente, nuk dua që ta bëjmë veç e veç, se për shembull do të thotë ai veç. Do gjesh dashurinë e jetës të vitit ta komentoj. Blerta, unë dua privatësisht, nuk mendoj që sikur ta shohin këtë episod dhe njerëz të tjerë. 30.000 veta minimalisht. Fare, mendoj që kam në privatësi. Unë mendoj ta bëjmë gjithë për jetën. Unë mendoj që ta bëjmë gjithë bashkë. Ta bëjmë gjithë bashkë, Marja. Regjia, jemi gati të shndrojmë studion me 4 të ftuar? Erti! Tada! Jam shumë excited. Edhe unë, por e para është Megli. Ja futo Meglit. Përshëndetje. Gati ja. Ajo shoqja u martua me qëra fjale? Që kisha për lexim unë? O martua ajo shoqja? Nuk e dim. Mua më larg nga martesa, shpresoj. 2026 mos bëjmë na e pa bërë. O Erti, pyetja e parë, ta nisim me pyetjen e parë. Para se ta nisësh Meglit. Megli është Britsjapi. Okay. Çfarë energjie ka dating life i Britsjapit për 2026? Përpara se të vazhdojmë me pyetjet. Well, se kanë leg dhe nuk po jetojnë down in the basement, it's good, I guess. Për kërkon partner? Ja. Oh. So it's not good then. Nuk po kërkoj, jam një njerëz që s'po kërkoj, po më erdhi dhe ja vlen mund. Pra do bëjnë lek. Ço është Capricorn? Hajt, po na ran der. Po na erdhi. Okej, do të marr. Po do bëjnë lek, pra kush është energjia që i shoqëron Britsjapit këtë 2026? Si është energjia e Britsjapit? Është më tepër ke karriera, po që është e shoqëruar pak edhe me dashuri, nuk do të bëj. Pak eros aty këtu. Do gjesh kështu të bësh reinvent vetën. Reinvent. Do të shokosh vetën. Të shokoj. Të shokosh vetën. Shokohem. Mos nga vetja. Çdo ditë shokohem nga vetja. Mos fundjavë. Them prap ti si arritë ta bëje prap këtë gabim. Well, do vi akoma më shumë kohë të tilla, domethënë. Absolutisht, Erti, faleminderit. No worries, glad to help. Më thuaj, çfarë do të dish? Dua të di nga ana karrierës, atë kam kryesore në 2026. Okej, karrierë. Në gjë specifik apo e do kështu të përgjithshme në general? Një të përgjithshme si fillim, se kam një specifike në mendje. Okej. Unë me kurriz aty me flok. Nuk është marrë vesh nga shenjat, po? Le të lëmë Erti në punën. A do qetësi Erti kur e bën këtë gjë? Jo, më vazhdoni të flisni. Duken kështu, mos rri me akt. Mirë, duken mirë. Mirë duken. Pak punë me veten, sidomos fillimin e parë të vitit.
Pakun që s'pëlqen ta bësh, se you're always right? Alright, I know. Janë që puna ta problemi o erti. Troki 3 herë këtu. Do të mendoj diçka? Apo? Jo, se mendova. Okej. Faleminderit. Okej. Sfida jote më e madhe është The Emperor. Çfarë do të thotë kjo? Që të arrish edhe ta bësh, ta personifikosh këtë energjinë maskullore, që po vlon për brenda, po nuk ka një kanal ku të dali momentalisht. Tani spiritualitet, energjia maskullore është pasioni jon për jetën, është ajo drive, domethënë pse çohemi çfarë duam të kemi, çfarë duam të zotrojmë dhe çfarë duam të mbrojmë. Kështu që kjo do jetë një sfidë shumë e madhe për ty, sepse mendoj që do vesh ndyshim shumë gjëra që më përpara ndoshta janë duke të rëndësishme dhe tani do kuptosh që nuk janë ato gjithë rëndësia, po do i futemi më thellë kësaj. What you don't see coming, që do jetë surprizë për ty, si me thënë, që nuk ta merr të mendja në 2026, është 8 of Wands in reverse, një sapim komunikimi, qoftë ky me persona të ndryshëm, qoftë kjo me një stazh, me një punë, shoh një lloj shkëputje që ti nuk e pret që do të vijë. Tani. Dhe kjo shkëputja nuk është absolutisht nga pa manuali, right? Nuk është shkëputje në lidhje me karrierën, jo me ndonjë njerëz specifik. Po, kjo është me karrierën. Kjo nuk është nevojë që ti të shpërngulesh nga vendi ku punon ose të shkëputesh komplet. Thjesht do ndodhi një lloj pauze, le ta quajmë. Vdesën për pauzë. Absolutisht. Tani, fuzim ku je herë si të gjen 2026, të gjen që me Six of Swords që ti po mundohesh të largohesh, domethënë avash nga mendimet të cilat për ty nuk funksionojnë më. Këto mund të jenë coping mechanisms, mund të jenë gjëra të cilat maskat që ne vendosim, domethënë ka ardhur një pikë që ti e kupton që diçka nuk po funksionon më. Nëse më përpara ti e merrje situatën dorë ose merrje atë që doje me një lloj strategjie, le të themi, dorë, ti po kupton që kjo strategji po i vjen fundit dhe shkon për një strategji të re. Domethënë mendoj që e shoh 2026-ën si fazë eksploruese për gjërat që ti më vërtet ke dëshirë dhe këto pasionet e tua mund të jenë diçka që ndoshta për shembull nuk krijojnë atë stabilitetin mendor ose material që ti kërkon. Pra mund të jetë diçka që nuk paguan ai shumë ose mund të jetë tip hobi, por që ti e nis për atë. Është vërtet kjo. Po dali tani në 2026 në Andale, për pak fare dhe është më e mira që mund të shikoni nga maili. Okej. Fatkeqësisht nuk do të jesh më sensitive dhe të bësh më shumë ndoshta për tjerët. Është momenti që ti të dish ku po bësh overstep, të dish ku a je mirë. O, që ky vit mirë pa alkool, vlla. Ke një roze premium by Lajthiza aty që është gjithmonë për ty, është gjithmonë aty për ty. Kudo. Kështu që për karrierën e shoh shumë mirë këtë vit, shumë frutdënës, sepse më duket pak scary nga leximi, por çka kuptoj unë duke heq gjithë letrat një nga një është që je gati të punosh me vërtet për atë çka ti je pasionant ose je gati të korporosh diçka tjetër. Pa dashuri. Për dashurinë doli. Sa kisha ascendentin ti? Shigjetar. Po çfarë pyet për dashurinë? Ascendentin shigjetar dhe Venusin e kam në Bricjap. Shikon, nuk është fare Kur del kështu në first date, merr kështu formular me vete, domethënë që ato çon. Jo, thjesht nëse flasin small talk nuk i kthej me përgjigje. Really? I hate small talk. Oh yeah, okay. Po ç'bën me ç'a merresh? Tash ti e dësh për dashurinë këtë leximin. Po nëse për shembull se un jam në healing journey dhe ai hoqa dorë nga dating bla bla, thjesht mund të kem dal, po kam dal kështu. Nuk është se kam dalë me plan, thjesht jam gjendur dhe a do të kem unë vend në jetën time dhe zemrën time për dikë në këtë vit të nderuar? I see, do të thënë a do kesh kohë shpytja jote për dashurinë. Jo, a do kem vend në zemër dhe me hapur. A do jetë gati ajo do për jetë të takuar gati. njëri të ri në 2026. Është interesante, më pëlqeu. Dhe shumë edhe unë më pyes veten për ditë para pasyrës mos më kthen. Dhe është shenjë e mirë kjo që nuk të kthehen. Portreti yt. Interesante. Po. Po e ke ti ka momentalisht që flasin? Na për shkruajtik. Duke që brum. A të doli aty te letra që është brun? Nuk i them sekretet. Tash sfida jote më e madhe. Ti do me hap zemrën, ti madje e ke zemrën e hapur e kështu, po thjesht nuk pëlqen ta pranosh këtë gjë. Tani sfida jote më e madhe për 2026-ën që ti të kesh këtë hapësirë në zemrën tënde është the full, është të marrësh rrisje, the full është zero janë tarot, është
ta nisësh gjën nga fillimi komplet pa pritshmëri. Pa e ditë që ke ky shkëmbje do biesh në lum, do biesh në tokë, do biesh në dashuri, ku do biesh, domethënë, po që do biesh, do e nisësh rrugtimin tënd në të rame, si më thon. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo nuk është konotacion të keq që do bish you fall out, po do bish në sensin që do e lejosh vetën. King of Swords in reverse. You have ke këtë idenë, domethënë që fuck man, e ke parasysh, they ain't shit. Ke opposing energies. Ke King of Swords, që by the way, prap masculine energy, prap showing up in your reading, ju qenurit në kontakt me këtë energjinë maskullore, dhe pastaj ke Queen of Swords që ta mbyll leximin. This is you. Ti je person shumë diplomatik, gjithmonë do të flasësh, je shumë stimulohesh nga faktet interesante. You don't like small talk, sepse do t'i futesh, you want to dive deep direct, ama ke këtë shpatë të ndër, so you're very intimidating. Nuk e lejon veten që thua is my gut feeling, but actually is anxiety. So like it's almost like you just want to be put and be like, oh, unë jam kjo mbretëresha, kam këtë fronin tim, po deshe flit, po deshe mos flit, kam këtë shpatën, qofse nuk flet, however, e ke parasysh. Domethënë je forcing. Migli më duket se të zhveshi fulli erti, Kërkon që ta gjesh shumë partnerin, ke një strict ideal se si duhet të jetë ky person. Që nga gjatësia flokëve deri ke tonaliteti i ngjyrës syve dhe deri ke mënyra se si ai lëviz gishtin e vogël kur është duke ecur. Pra ke shumë Excuse me, sir. Më duket se po ngatron person, bëhet fjalë për këtë këtu. Well, You're pretty much the same. Shumë afër, Shumë të drejtë, por I kemi thjesht meshkujt shumë të ndryshëm. E ke shumë të larta këto stereotipet e tua dhe duhet duhet të bësh pak më fun, just let it happen. Po, e kam problem se them mënyra se si e bëri këto, se si e ngriti, e kam me gestet shumë. Right, e je shumë hyper focus, domethënë you're okay, po you're also not okay. Në subconsciencën tënde ti e ke këtë tipin shumë specifik. You don't like to show që ke këtë tipin shumë specifik, por që e ke. Kështu që çfarë thret 2026 për ty çapo kërkon që ti je më e hapur. Që nuk është pyetja do jesh ti me zemër të hapur, por është pyetja do ti ta kesh zemrën e hapur. Dhe qofse përgjigjja është po, atëherë çan këto sjellje, si më thon, po ta bëj çik kështu si ato mama. E bukur. Pëlqeu. Tani duhet t'i jap unë përgjigje, a dua unë me të vërtetë a kem zemrën e hapur që këtu fillon. Jo mua. Vetes, po them, kështu duhet nisi që duhet I përgjigjem një herë kësaj pyetje, pastaj duhet I përgjigjesh kësaj pyetje për veten. Domethënë letrat po thonë që letrat po më tregojnë më që ti nuk është të do shumë dhe e fajson veten për këtë gjë, po jo me ti nëse s'do, mos u merr fare me romanin, po nuk dua shumë me të drejtën. Çdo gjë në jetën tënde që të ndihesh okay dhe që ndihesh në rregull. Je e lumtur me karrierën tënde, je e lumtur me ku gjërat po shkojnë për ty. Nuk është se ke një burr në krah, kështu që whatever, e ke parasysh. Ndoshta nga që kam kaluar goxha kohë të testime me një njerëz dhe tani thjesht nuk mendoj që jam dhe dua të kem një energji dhe një person tjetër që të jetë unë dhe ai. Dua të thjesht jem unë. Dhe jam shumë e lumtur, unë vdes tri vetëm. I'm so happy. Super, dhe ky është momenti më I mirë që të rish vetëm. Kështu që pa, kjo është për 2026. Çu do I mbaj shkopinjtë mi. Në dorë të kujt ke rënë tani. Unë kam dy pyetje shumë specifike. Me këtë nisim fillim. Me këtë duash ti. Një pyetje e parë. Ato ke unë shumë lek këtë vit. Okej. Pra do bësh shumë lek. Ato bësh shumë lek, kjo është pyetja e parë. A bësh shumë lek unë këtë vit? Si del asaj të legu, mu. Varë që dalin, e kupton, nuk është se thjesht dalin. E vërtet është. O vret më fytyrë varjas. Merë frim thellë Gjestiana Muka dhe përqëndrau. Më ndihmë shumë ajo fryma jote prit. Okej, sfida jote më e madhe me lekun. Është aftësia që të kërkosh ta bësh dëmend ato që do. Domethënë ti je çik shumë nasty, e ke parasysh në sensin. Don't be so specific që tani fillim erti, okay? I'm sorry, kjo më del, it's not me, janë këto. Këto e ke mesazhin shumë specifik. Duhet të jesh shumë kështu si Mariah Carey, si një diva, ke parasysh, domethënë nuk duhet të interesosh shumë sepse mendoj që për ty funksionon kjo lloj energjie. Se ti mund të bësh këtë pyetje që për shkak po e di se duhet të jemi edhe kështu të mirë me njerëz, kështu. Mendoj që ty ka më shumë fuqi autoriteti. Funksionon më mirë një autoritet pak më I ftohtë kur kërkon gjërat. Sidomos kur vjen puna për lekët. Sesa kur je compassionate, dhe je empatike, dhe je kuptueshme, dhe s'ka gjë nesër, ke parasysh, mendoj që për ty do funksiononte shumë kjo e fortë. Dhe what you don't see coming për pjesën e lekët për 2026, ajo që po të vjen bottom of the deck është Five of Pentacles.
Tani, Five of Pentacles është edhe për ty një moment që do ndihesh pak kështu, jo vetëm, po do ndihesh pak sikur, më ka gjithë pesha botës mua, dhe tani unë duhet heci jashtë kësaj godinës të ngrohtë dhe këtu është borë. Po duhet të fillosh të pëlqesh borën, atë ftohtësinë. Domethënë duhet të pëlqej kjo vetja, se mendoj që e bën pak suppress këtë gjë. Mos e bëj, është shumë e jotja, është shumë karakteristik. Mendoj kur ke qenë fëmijë, domethënë që ke pasur autoritetin, edhe që është largu kjo autoriteti me kalimin e kohës, apo duhet të sillemi mirë, duhet të qeshim, eliminoj gjitha. Komunikimi do bëhet më i pasur, do të shokoj fakti që kur ti më vërtet kërko atë që don dhe ja tregon me vërtet emocionin që mua më vërtet më shqetëson kjo gjë, do surprizoj se sa mirë do kthehet komunikimi dhe se sa më ngjendje do jetë leku për ty. Je empatike, por nuk pëlqen ta tregosh që je empatike. Do doje më mirë të fshihesh mas asaj maskës të ftohtë dhe që je vetëm për biznes ose vetëm për kështu, se sa të shprehësh që ndoshta unë jam mërzit me ty ose unë jam si më thon, kjo gjë s'mund duket drejtë. Ke parasysh? Për ty leku manifestohet shumë kollaj nëpërmjet emocioneve. Sado Virgo je, sado Virgjëreshi je, nuk e di si e ke chartin, po e ke shumë emocionale, ke shumë ujë ose shumë zjarr nga këto të dyja. Pastaj ke The World in Reverse, prap direct The Death edhe The World. Të dyja këto letra reprezentojnë vdekjen, transformimin, mbylljen e një kapitulli, të dyja këto i kem mbrapsht. Gjë që mua si lexues më bën të kuptoj që jetu omajt me mishë dhe me shpirt që mos ndryshosh. Mendoj që po të ndryshosh ti, si më thon, qoftë se veten si brand, si më thon, dhe ti po bën një ndryshim duket shumë riski si gjë. E vërtet. Dhe si të mbyllë 2026 për lekët, Six of Swords dhe Six of Wands. Kjo është shumë e bukur se është sinkronitet. Pra janë dy gjashta dhe njëra është gjashtë shumë e vështirë dhe tjetra është gjashtë shumë e bukur. Kjo gjashta e vështirë kalon ke kjo e bukur. Gjë që do të thotë që kjo do jetë shumë proces i vështirë për ty mendërisht dhe emocionalisht, siç ke këtu Swords dhe ujin, se uji është emocion tarot, so i ke të dyja, dhe ti duhet të kalosh këtë fazën ku mendimet dhe emocionet e tua nuk po lidhen dot. Mendoj që do shkosh ku drejt ujërave më të qetë dhe me vërtet do festohesh për këtë gjë. Kur them do festohesh, do të thënë njerëzit me vërtet do ta dinë vlerën, ti me vërtet do reflektohet ajo e brendshme jote jashtë dhe me vërtet do arrish të kesh një lloj pozite dhe fuqie për sa i përket, sepse fuqia është shumë normale, se ne njerëzit na pëlqen ta ulim këtë fuqinë dhe të themi unë nuk dua fuqi për shembull. Jo, ose unë nuk dua kontroll. Të gjithë ne duam fuqi dhe duam kontroll. Për lekun sfida e më e madhe është thjesht vetja unapologetically, pa kërku falje. Ani talim të pyetja e dytë, se kjo është më specifike akoma. A do kem unë në këtë 2026 një çun të gjatë bron s'u ka foto të zin ndaj vet, këtë po ta lë dorë ty ose letrave. Po, ose për shaka. Gjatë, brun. Aha. Jo shumë i dobët. Pas as shumë i shëndor, do të jetë pak. Okej. I mirë, trup i mirë, e kupton? Po jo as shumë i palestruar. As shumë palestruar nuk e dua. Mos po flirton. E bëri me këtë, viti i ri, the same jazz. Pas nga dy letra. Do të thënë kështu, pam, dhe i punë të mirë. Patjetër. Tani ta pyetjem pak më specifike, po. Në sensin që pyetja është, me sa po kuptoj unë, a do vi dikush në jetën tënde në 2026? Dikush, e bëra shumë specifike që a është fiks ky apo jo, po se ky kthej mbrapsht. Ka dalë sopat se ti Jazz do ta marrësh dhe presësh kokën këtij? Jo, më duket se i qanë një hallet shumë bashkë, domethënë për vetë edhe kur mbyllen dritat këtu më duket sikur shkohen edhe flisë. Kemi një emision, a duhet ta bëjmë Erti. Do të bond me njëra tjetrën. Erti, me qëra fjala sa të zgjidhi letrat e Jessit, erdhi këtu dhe i tham në Erti, na ndjekti na shef manualin dhe tha, not really. Thash, why are you here? Pse je këtu? Sa po një shoqja ime tha ishte fansja juaj dhe ju ndishte dhe ma dërgoi njoftimin. Kështu që nuk është se na shef, pra nuk na njeh. Nuk na njeh si Ska gjë, po përshëndesim shoqen e Ertit. Po, mua si ka emrin? Savi të pulze. Mua. Mendoj që do jetë shumë e komplikuar jeta jote romantike për 2026. Shiqyr, më në fund ndodh diçka interesante sa femre. Sepse sfida jote më e madhe është Two of Swords. Duhet ndash mendjen, pra do vendosësh përpall një zgjedhje. Tani kjo zgjedhje mund të jetë edhe gjë që është e brendshme komplet, që për shembull a dua unë dashuri apo nuk dua, po për ty më shoh që do jetë zgjedhje midis njerëzve. Domethënë do kesh opsione dhe ti duhet zgjedhër si më thonë. Ajo nuk do zgjedhi kurr. Jo, sa thashë do vinin. Por, what you do. Grave gjë nga kalamaj, ata nuk i dua. Jo, shiqyr, saru. Okej. Janë shumë opsione që mund të zgjedh, më pëlqen. Nuk do të bësh njerëz. Jo, larg qoftë dy janë.
Okay, so sfida më e madhe është opsionet edhe what you don't see coming, do të thënë që po të vjen nga fundi i vitit most probably. Five of Wands in reverse. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që do lëshosh konfliktet. Si më thon, çdo gjë që do ndodhi, që do jetë pak edhe sikletshme dhe dramatike dhe shumë fun mendoj. Do jetë shumë kështu wild ride, si më thon për ty 2026. Po mendoj që në fund çdo gjë që do zgjidhet dhe ti do përfundosh me dikë. Me dikë akta. Me shumë mundësi shenjë zjarri ose shenjë tokë. Çfarë ai moj? Jo, zjarri, kush është zjarri të tokës se nuk marr. Luan, shigjetar. Luan, shigjetar dash, edhe pastaj Dem, Bricjap dhe Virgjeresh. Dem, asaj duhet një dem. Do një Bricjap. Asaj duhet një dem. Asaj duhet një Luan. Luan, po Luan vetë na bi kokës vetë. Luani asaj, e çfarë do bënte Luani asaj? Ose do ta ulte me këmbë në tokë, me gjujë në tokë, në të gjitha kuptimet e fjalëve, do ta bënte ground, ose do ta caronte sepse ajo ascendentin e ka Luan, edhe Exactly, pra da caronte dhe do ishte kjo se mendoj që ti ke nevojë për dikë që ta caron, pak nuk e do kështu kaq, jemi perfekt, do të çik zgjesh. Ty të nis ku je ti tani? Seven of Swords in reverse edhe Nine of Cups. Nuk e di ja të pëlqen të pranosh vulnerabilitet, po është shumë kështu, e ke shumë qejf tani të kesh një marrëdhënie. Do të thënë Jo, fare. do të thënë shkon në shtëpi dhe thua, ulesh aty dhe thua. Zot bjerë marr. Zot bjerë. Fal, kjo realisht, be honest, kjo del te letrat? Po. Jace del para pasyrë se siç edhe blati merri 3 herë. Seven of Swords in reverse do të thotë që Seven of Swords është që ti je shumë greedy, ti je shumë lakmitar me gjërat që ti nuk je lakmitar, je in reverse. Ama që do lumturi do. Do të thonë nuk është se do kështu si me zonë, si me thonë, po e thonë që okay, sot do jetë dita për shkak të çon për gati. Jo, ka një gjë kështu për shembull. Unë ke shtëpi dhe them, Gjesana, nuk është nevojë ta marrësh urgjente. Kur të vi do vi. Mirë ti do ta kishe tash, po kur të vi. Kjo është gëzuar për Gjesanën, është personazh, është për zotin personazh. I thash Gjesit, do vjen atëherë kur nuk po e kërkon. Unë po bëj sikur s'po e kërkoj, apo prapë s'po vjen. Po prapë ose po bën sikur. Po, e vërtet që Po që është kështu, domethënë e mendon shumë këtë gjë dhe ke King of Swords që të del prapë këtu in reverse. E ke që kështu si checkbox, e do kështu ta plotësosh atë, t'ja vesh tikën asaj kotisë në jetën tënde që e kam një edhe e do shumë, ti e do shumë shenjë ajri, po prapë me zjarr me tokë do të përfundosh. Ti e do ti do një binjak, një person që komunikon për ndjenjat e tua, ndoshta që është pa kompleks. Jo, me fund ka që me një binjak. Si ishte? Well, ishte me një binjak. Si ishte me Igli. Qartë. Si ishte. Po se e shoh që e ke këtë energjinë me binjakut, çdo një shenjë ajri, po me zjarr ose me tokë do përfundosh. Vetëm zjarri të përballon. Sa të vi. Ja ishin 2. Do zgjedhim. Po që basically. Edhe tash ke the Three of Pentacles këtu, socializim. Shumë socializim, qof duke dalë për evente, duke njoh njerëz ti. Mendoj që për shembull nuk do njohësh nëpërmjet aplikacioneve apo gjërave këto njerëz. Jo, party. Po, do njohësh nëpërmjet ambienteve sociale. Por Three of Pentacles flet për diçka serioze, kështu që mund të jetë një gjë marrëdhënie pune ose mund të jetë diçka që ti shkon. Po jo, punë është. Nuk do jetë fan, në mënyrë se ta këndet një socializim shumë kështu shumë që nuk shkon menja, si më thon, për shembull. Në mënyrë se do e njohun këtë. Po, do jesh në kështu post për shembull, diçka që më vjen kështu në mendje. Do të plasën kështu me kuti dhe ti do i ulerasësh dhe ai do bien dashuri me ty. Kam punë posta të javë për zotin. Të është mohu pasionin në aspektin intim të marrëdhënies. Pra, nuk e ngel gjithmonë shumë e kënaqur me partnerët e të shkojnë, tash ke konceptin që ama se ka s'dinë, ke parasysh ose s'bën. Po shoh që të viti kush që do të surprizoj dhe ky është shenjë zjarri, mund të jetë Dash ose Luan. Jam shumë i sigurt ka Luani, nuk e di pse më vjen ky Luani kaq i fortë. Ose mund të ketë një gjë major. Ja, do imi këtu do flasim, do të shkojmë, do të komunikojmë. Ja, shumë kë, do kesh opsione, njëri do dalë ato. E pa kënaqur me s'kam dal, po. Se mos na kesh kuptuar në publiku, kush po e sheh. Por e mira s'ka fund. Ky është leximi jot. Faleminderit shumë. Do ta abetoj. Hajde kolege. Ti me mua nuk do ta kesh të lehtë punën, sepse siç e pe unë jam shumë spiritually awakened. Domethënë jam shumë e zgjuar spiritualisht edhe i kam parë arkanat e mia, kështu që më surprizon. Nuk e di nëse do më surprizosh. Do mundohem, përdisa ke parë kaq shumë akses, kam çfarë të them unë më, po? Ja. Do ta themi ne që do ta gjejmë aty ne. Ma bëj pyetje specifike, bëj një pyetje që se gjen këtë chartet. A do kem unë një beb
Në 2026 më që do Gjesi këtë pyetje. Po të nxjerr vetëm një po se jo, nuk po Po, të bëj vetëm kështu kaq, legim një po të se jo. hapur. Jo, nuk do kesh kohë që të bësh një beb. Në 2026. Madje do kesh kohë as flesh gjumë 2026. Jo si, kjo është energjia që unë dua për veten time në 2026. Nuk dua të kem kohë të pushoj se dua të bëj lek. Pretty much kjo më Money must be funny in a rich man's world. karriera. Okay. Si do jetë karriera ime në 2026? Projektet që kam në plan, a do jenë suksesshme? Okej, pra pyetja është për këto projektet specifikisht. Këto projektet specifikisht që unë Pra kam kjo në që nga mendje. një pyetje specifike. Pa. Shof pëllumba. Doli dhe doli. Dhe fluturoj. Doli në grup. Okej, troki 3 herë. Okej. Sfida jote më e madhe me këto projektet që ti ke është Nine of Cups in reverse, është që ti të Okej, për shembull të rikthesh atë lumturinë fillestare që kishe kur po I projektoje, sepse momentalisht po thuaj a ja vlen, a nuk e vlen, a ta bëj këtë gjë, a mos ta bëj këtë gjë, ose ti çfarë projekte ke, po je shumë në dyshim të projekteve të tua dhe shumë dyshim të lumturisë të korrësh nga këto projekte. Kështu që Pash I vit të bardhë më zemra ime, ç'a do të thënë kjo që unë do? që ti do kesh ca turbulenca rrugës, do kesh edhe ca pengesa rrugës për këto projektet, por që mendoj që do ja dalësh, kështu që futemi ke leximin që ta shohësh pse mendoj. Okej. Ke Nine of Wands, Eight of Wands. Je shumë rezistente, however. Nuk e shoh, domethënë, e them, sado që ndoshta mundesh pendu deri diku se nuk e di pse po më vjen kjo pendesa, që je like fuck, thash po, e ke parasysh. Je shumë rezistente, je shumë resilient, edhe të shoh që me vërtet thjesht ke nevojë për komunikim tash. Ndoshta ta shprehësh me dikë këtë frustrimin që ke, ose ndoshta do të vi komunikim, pra do të vi një sebeb I mirë kur I thonë, e ke parasysh. Kështu që do të vi një arsye më shumë që ti prap të rimotivosh edhe të rikthesh, sepse ke magician këtu. Magician është që nga fjala magician, e bën shift realitetin, e kthen realitetin në funksion të vet, e bën bend energjinë ashtu si të funksionon. Kështu që ti e ke këtë energjinë already. Somebody's a little heartbroken për momentin. Unë? Ose je kështu nostalgic, ndoshta po kujton një kohë kur gjërat ishin më të thjeshta. Nostalgjike po, se heartbroken. Domethënë shumë nostalgjike në aspektin që po kujtohesh që ndoshta bari më vërtet ka qenë më jeshil më përpara, ke parasysh. Kjo jam unë. 24/7. Jo, 2 muajt e fundit jam vërtet kështu. Nuk e di, jam shumë nostalgjike. Unë mendoj që nëse vdes një ditë do vdes nga nostalgjia si jeri. Është gjë gafore. Nëse vdes një ditë. Gjërat nuk bëjnë sens, ti thua, diçka asgjë do bëj sens atëherë dhe I rikthesh. Është vërtet. Kështu nga mbrapa. Jo, projektin në tërësi unë shoh që ju pushtur, pa do arrish ato që ti ke në mendje, vetëm duhet të përgatitesh sepse pse po del kjo, se ti mund të thosh për shkak që okay, do të shkoj mirë, po pse po më dalin gjithë këto gjëra negative, sepse për një bota ime brendshme është e trazuar. Shkop kthehet furgoni. E ke parasysh, domethënë një kështu kthesë të gabuar të marrë, çdo gjë mund të largohet, para asnjë gjë s'është e sigurt. Dhe universi po ta rikujton këtë. Që asnjë gjë nuk është e sigurt, dhe ti nuk e ke mbaruar këtë gjë. Kështu që don't act sikur e ke mbaruar këtë gjë. Is what I'm hearing intuitively. Ose mos I lejo të tjerët që po merren me këtë gjë. Ndoshta if you are help, pra, dhe dikush po thotë, sot nesër pas nesër. Ti e përgjegjëse që ta kapësh për bluzën dhe thosh ja. Ke parasysh, shoh një introspektiv shumë brendshme dhe të shoh pak durim, duhet të kesh shumë durim. Duhet të kesh. Kjo më karakterizon shumë mua si njeri në fakt. Durimi është pika ime fort. Jeta ime dashurore në 2026. Je shumë I sinqert, domethënë dua të di çdo gjë. Super. Through friendships, Three of Pentacles flet për collaboration, flet për njohje me njerëz, kontakti njerëzor, kjo kalimi I eksperiencave, pra tregimi I eksperiencave, ndoshta persona që mund të kenë kaluar të njëjtat gjëra si ty, ose thjesht ti të hapesh dhe ti je më vulnerabël. Domethënë të kuptosh që marrëdhëniet janë më shumë se sa thjesht romantike, po janë edhe shoqërore, dhe kështu dhe se diçka shkon gabim, sepse unë shoh këtë ke ti. Me the moon in reverse, shoh që në momentin që diçka efektohet në marrëdhënie midis teje dhe dikujt tjetër, qoftë ky shok, familja, apo kështu, influencon çdo person tjetër. Pra në sytë tu çdo person tjetër kthehet si ai person që ti ke kështu, je shumë emocionale. Shumë cancer of me. Je shumë cancer, je shumë intelektuale për sa I ket emocioneve tuaja, dhe kjo gjë bën të overthink. Ky është problemi im, që unë jam shumë aware ndaj emocioneve të mia, domethënë jam shumë e vetëdijshme mbi emocionet dhe ndjesitë e mia dhe kjo gjë është shumë problem. Këtë që kemi tani na e shifi çikova. Model
që ke këtë pra The Star edhe Eight of Pentacles është periudhë që ti po punon për vete dhe energjia jote nuk është direktuar kundrejt personave të tjerë. Nëse ti e duke u marrë me dikë, energjia jote është shumë e përqendruar ke vetja. Dhe nëse ky është pra you're dating someone apo jo? Not only dating. You're together with this person. Yeah. Kam dikë. Ke dikën jetën tënde momentalisht. Që do ta kem për shumë gjatë për gjithë jetën, domethënë, prandaj është. That's very cute. Për këtë personin e ri mendoj që është kjo, duhet të socializoheni më shpesh, në sensin që dilni më shpesh, të kërni aktivitete që janë gjithë përfshirëse dhe të shihni edhe se si reagon njëri tjetri në publik, domethënë how does this person own up to you? Si të prezanton ky person kështu që pra dilni çik nga puna edhe nga rutina. Jo vetëm nga rutina, nuk ka të bëjë rutina, ka të bëjë që ju duhen eksperienca të reja dhe ju duhen eksperienca që janë më meaningful se sa cute dates edhe dressing nice, duhet të jenë më reale gjërat dhe mendoj që kjo është shumë e mundur. Po vetëm se ti duhet të ulesh pak në piedestali si princeshë dhe të thuash, okay, edhe un kam hallet e mia, okay, nuk jam as perfekte sa të them. Lerta. Okay, ndoshta un kam nevojë për ty. Ndoshta dua që të ndjem. Ndoshta un kam nevojë për ndihmë, po, ndoshta un kam nevojë që ti të më mbrosh mua, un kam nevojë që ti të më duash, të më thosh sa e bukur jam. Domethënë nuk ke pse vetëm ti mendosh të gjë, pra ne është lidhja në fund të ditës që ti bësh këtë gjë. Are you okay? Yes. Pak se do kem lek. Po që ke The Star, përderisa ke dikën në jetën tënde dhe ky The Star bëhet akoma më efektiv tani, sepse kjo tregon që do jetë diçka që do përmbushet. Qoftë kjo the next step of a relationship, qoftë ju do të kaloni në next step, qoftë kjo për shembull mund të mendosh që you want to move out, edhe do të gjeni një vend ose something. Po jemi më shpirt, jemi. Po ndoshta mund ndroj, po të jap shembull, I don't know you. Nuk e di se çfarë bëni. Thjesht po të jap shembull possibilities. Do di diçka që ju keni kohë që e ndroni dhe që e dëshironi, por që ndodhi kjo gjë nuk ndodh kjo pas komunikim. Dhe komunikimi duhet të jetë shumë i pastër, shumë i sinqert dhe shumë pa ego, sepse nuk është egoja e keqe, egoja është mënyrë që ti të mbrohesh dhe ti duhet ta kuptosh që nuk bën të keqe, thjesht bën të mbyllur ajo egoja jote, dhe duhet të jesh më i lirë. Vajzë egoiste. Mendoj shumë mërzita tani, nuk dua të lexoj më asnjë gjë. Por pak ke lek. Nuk kam asnjë pyetje, të paktën kam lek. Paktën kam lek. Kam një pyetje të përgjithshme. Kush mendon ti që janë 3 shenjat më me fat për këtë vit? Ujori, Virgjëresha dhe Binjakët. Mendoj që janë shumë e Pereni. Po pse pikërisht Ujori, Virgjëresha dhe Binjakët? Sepse ka shumë gjëra që po ndodhin tani me planetet, që unë mendoj që po të vazhdojmë të flasim për atë, ju do të keni 2 episode, pastaj pra unë jam ujor, një janar kast. Plutoja është në ujor dhe është shenjë transformative, domethënë, po kalojmë jemi në epokën e ujorit, me Pluton në ujor shumë gjëra po ndryshojnë dhe po shkojnë kundrejt politikës, tani po bëhen këto që çdo 2 muaj kena mos plas një luftë ose mos plas një absolutisht ujor. Prandaj po protesta, prandaj po çohen për shembull masculinitetet e shtypura, komunitetet e ndryshme që janë të vogla. Kjo është një periudhë, kjo është 2026 është vit transformimi. Vërtet. Dhe për gaforën është vit transformimi. Me që më pyetët. Jo, po kur them me fat, do të thënë që aksenti do jetë më i madh ke këto shenja. Gjithë shenjat e vetë kam për po punë, po. Po 3 shenjat më pa fat për 2026-ën. Gaforja, sepse ka. Akrepi mund ta ketë pak vështirë. I guess Dashi deri diku. Dashi do ketë një transformim shumë të madh për sa i përket pamjes fizikut edhe mënyrës si prezantohet, por do ketë një ndryshim shumë të vështirë nga brenda, kështu që I guess po e vej Dashin aty se do jetë pak e vështirë. Edhe peshorja deri diku, I guess. Po peshorja bën peshorja. Shikoj, nuk është se për peshorja për shembull nuk është se do jetë një vit i rënd në aspektin e rënd, por për peshorja do jetë shumë do ecin gjërat shumë shpejt dhe do jetë shumë e vështirë me kap frymën, si më thon. Dhe kjo mund ta bëjë shumë sfilica 2026. Okej, quhet. Po, ndërsa akrepi pastaj akrep ju puth, domethënë jam me ju. Akrepi është grop. Akrepi është grop. Kështu se do ndodhin shumë gjëra që do shkëputen nga e vjetra, do kap, po ja kthen në universi kështu, po i kap me zor, nuk është më që ato ndryshon apo jo, po e kap kështu. Sa viti keq për të qenë një akrep. Vjet akrepët i mburrën. Ne akrepët i mburrim çdo vit. Nuk ka rëndësi viti kalendarik. Domethënë një herë po një herë. Po, yeah. Erti shumë faleminderit. Faleminderit që erdhëm. Si do duk, ç'a energjie kishte? Me që nuk na ndiqe, a do na ndjekësh në vazhdim? Nice. I guess I'll give you a try. Tani ju nofni në nivel shpirtëror, kështu që do ju suportoj. Thank you, shumë faleminderit. Thank you dhe gëzuar dhe qoftë ky vit plot begatilur për dashuri. Sure, I'm up for it. Shihemi bashk episodin e radhës. Mirupafshim. Mua, ju dua.
Andale!